Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditur, çifti i njohur i showbizit i jep fund martesës disa vjeçare. Një nga çiftet më të dashura të rrjeteve sociale, të njohura si The Scats, i kanë dhënë fund martesës së tyre shumë vjeçare mes akuzave për tradhti dhe një reagim publik plot pendes. Influencia Skitit Kot ka depozituar zyrtarisht kërkesën për divorc më 30 dhjetor 2025 në Teksas, duke cituar si shkak kryesor tradhtinë e bashkëshortit Desmond Scott. Në dokumentet e gjykatës, situata përshkruhet si e pakthyeshme, duke theksuar se kjo ngjarje fshiu çdo mundësi të arsyeshme për ribashkimin e tyre. Pas lajmit që shokoi mbi 16 milion ndjekës në TikTok, ka ardhur edhe reagimi i vet Desmond. Përmes një postimi në Instagram, ai ka pranuar fajin publikisht. Dua ta nis duke i kërkuar ndjes Kristit, familjes tonë dhe të gjithëve që janë prekur. Gjatë kësaj periudhe kam bërë zgjedhje për të cilat nuk jam krenar, shkroi ai duke konfirmuar zërat për tradhti. Desmond shtoi se marrëdhënia kishte qenë sfiduese dhe se ai kishte kërkuar ndarjen që në fund të vitit 2025, por pranoi përgjegjësinë për veprimet e tij. Çifti, të cilët u njohën kur ishin vetëm 14 vjeç dhe u martuan vitin 2014, kanë 2 djemë dhe një perandori mediatike të përbashkët, e ardhmja së cilës tashmë mbetet e paqartë.